Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Del në shesh e vërteta shokuese për Gjestin dhe Eglin. Spektakli i së shtunës solli një moment të bujshëm për Eglin, e cila ishte ftuar në studio pas largimit nga shtëpia. Teksa diskutonte për eksperiencën e saj në reality show, produksioni përgatiti një surprizë as pak të këndshme, një klip që zbuloi detaje shokuese mbi marrëdhënien e saj me Gjestin. Fillimisht në pamjet e transmetuara u shfaqën momentet e ëmbla mes dyshes, me deklarata dashurie dhe afrimitet të ndërsjellët brenda shtëpisë. Por më pas, klipi mori një kthesë dramatike teksa u zbulua një tjetër anë e Gjestit. Në një rrëfim privat me dhomën e rrëfimit ai shprehej: "Kur të dal nga këtu do zhdukem, nuk do më shohë syt. Nuk e di si e ka paraprir kjo. Unë në Prishtinë dhe kjo në Tiranë nuk mundem me e dasht." Kjo deklaratë ronditi jo vetëm Eglin, por edhe publikun dhe opinionistët, duke ngritur pikpyetje mbi sinqeritetin e ndjenjave të tij. Kontrasti mes fjalëve të tij brenda shtëpisë dhe atyre në rrëfimet private ka ndezur një debat të madh në rrjetet sociale, ku fansat po diskutojnë nëse marrëdhënia e tyre ishte vërtet apo thjesht një strategji loje. A ishte gjithçka një lojë nga ana e Gjestit, apo ndjenjat mes tyre ishin të vërteta? Kjo mbetet për të parë në vazhdim.